Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Qytetarët shqiptar kanë paguar afro 75 milion euro tatim nga shqitja e pasurive të paluajtshme për gjatë vitit 2025. Në raport me vitin 2024 janë arkëtuar 20 milion euro më shumë. Tregu i pronave është përballur me çmime në rritje të vazhdueshme gjatë vitit që lam pas, por nga ana tjetër, edhe në pritje të procesit të rivlerësimit, i cili hyri në fuqi gjatë 2026-s. Por pavarësisht ngërçit të rivlerësimit dhe rritjes së përgjithshme të çmimit të pronave, kryesisht në kryeqytet dhe Bregdet, vjet re një rritje e vlerës së transaksioneve të kryera dhe si rrjedhim, edhe tatimit të paguar nga ana e qytetarëve shqiptar për kalimin e pronësisë. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se të ardhurat e vjelura nga tatimi mbi shitjen e pasurisë së paluajtshme për gjatë vitit 2025 regjistrohen në rreth 7.5 miliard lek apo 75 milion euro dhe në raport me vitin 2024 ka një rritje me 36% apo afro 20 milion euro. Me sa duket, qytetarët janë treguar të paduruar për të pritur procesin e rivlerësimit me 5%, i cili edhe pse pritet të hynte në fuqi vitin e kaluar, u shty dhe nisi nga zbatimi në muajin shkurt të këtij viti. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve të referencës në kryeqytet, i cili mban edhe peshën më të lartë të transaksioneve, ka bërë që të thellohet diferenca midis vlerës së blerë të pronës dhe asaj të shitur, kryesisht për pronat e vjetra, dhe si rrjedhim tatimi të jetë më i lartë. Sipas ligjit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat, fitimi i kapitali realizuar si rezultat i kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ndërtesë, truall dhe tokë bujqësore, tatohet me normën 15%. Pra e thënë ndryshe, qytetarët shqiptar për çdo shitje të një banese, ambienti komercial apo pasurie të paluajtshme tokë, kanë paguar tatim 15% të diferencës ndërmjet vlerës në blerje të pasurisë dhe vlerës së saj në shitje, apo çmimit referencë dhe atij real në shitje. Nëse një apartament është bler apo rivlerësuar më herët në vlerën 50.000 euro dhe shitet në vlerën 100.000 euro, shitësi paguan 15% të diferencës prej 50.000 euro apo 7.500 euro. Ndërsa aktualisht është në fuqi ligji për rivlerësimin e pronave, ku qytetarët paguajnë 5% të diferencës midis vlerës së blerë dhe vlerës së re të rivlerësuar, çka u mundëson atyre që në rast të shitjes të paguajnë tatim shumë të ulët. Sipas Ministrisë së Financave, deri më tani janë regjistruar 9.500 aplikime për rivlerësimin e pronave dhe janë arkëtuar 30 milion euro të ardhura. Gjatë 3 muajve të parë të vitit, 2710 individ kanë përfituar nga formimi profesional për gjatë këtij 3 mujori, duke shënuar një rritje prej 24% krahasuar me një vit më parë. Ky zhvillim konsiderohet një tregues pozitiv për rritjen e interesit ndaj aftësimit dhe përmirësimit të kapaciteteve për tregun e punës. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka publikuar statistikat mbi formimin profesional për periudhën janar-mars 2026, duke evidentuar një rritje të pjesëmarrjes në këto programe. Sipas të dhënave nga AKPA, 2710 individ kanë përfituar nga formimi profesional gjatë këtij 3 mujori, duke shënuar një rritje për 24% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky zhvillim konsiderohet një tregues pozitiv për rritjen e interesit ndaj aftësimit dhe përmirësimit të kapaciteteve për tregun e punës. Nga ana tjetër, rezultatet tregojnë një përfshirje të gjerë të grupeve vulnerabël në këto programe. Konkretisht, 1595 përfitues janë të rinj deri në moshën 29 vjeç, ndërsa 1380 janë vajza dhe gra që kanë ndjekur kurse profesionale. Këto kurse synojnë jo vetëm pajisjen e pjesëmarrësve me njohuri teorike, por mbi të gjitha me aftësi praktike, të cilat rrisin më tej mundësitë për punësim afatgjatë. Po kështu, 378 pjesëmarrës i përkasin skemës së ndihmës ekonomike, shifra që tregojnë se programet e formimit profesional përshërbejnë si një mekanizëm për integrimin social dhe ekonomik të kësaj kategorie. Gjithashtu, 100 pjesëtarë nga komuniteti rom dhe egjiptian ka marrë formim profesional, ndërsa 50 të tjerë janë persona me aftësi të kufizuara, duke reflektuar përpjekjet për përfshirje dhe barazi në aksesin dhe aftësimit profesional. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive thekson se qëllimi kryesor mbetet rritja e aftësive profesionale të qytetarëve dhe garantimi i mundësive të barabarta për një integrim të qëndrueshëm në tregun e punës. Shqipëria e nisi vitin 2026 me nivele të mira të besimit ekonomik,
duke reflektuar një klim të balancuar. Në rajon dhe në Bashkimin Evropian, treguesi paraqet zhvillime të ndryshme me disa vende që ruajnë optimizëm të lartë dhe të tjera që tregojnë më shumë kujdes. Besimi ekonomik në Shqipëri gjatë muajve të parë të vitit 2026 paraqitet i shëndrueshëm, megjithëse me disa luhatje të natyrshme që reflektojnë zhvillimet sezonale dhe pritshmëritë e bizneseve dhe konsumatorëve. Sipas të dhënave të Eurostat për Economic Sentiment Indicator, vendi e nis vitin me një nivel të lartë besimi për 106.3 pikësh në janar, duke vijuar me 102 pikë në shkurt dhe duke u rikthyer në 105.8 pikë në mars. Në prill, treguesi u pozicionua në 99.1 pikë, shumë pra nivelit neutral për 100 pikësh, ka tregon një klim të balancuar ekonomike. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria paraqitet në një pozicion konkurrues dhe në një linjë me zhvillimet e përgjithshme të Ballkanit. Malizi ruaj një nivel të qëndrueshëm mbi mesataren, duke arritur në 101.2 pikë në prill dhe duke reflektuar një klimë optimiste. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut shfaq luhatjet më të theksuara, ndërsa Serbia mbetet më e qëndrueshme në një interval pak më të ulët. Në nivel evropian, të dhënat tregojnë një tendencë më të kujdesshme të besimit ekonomik. Mesatarja e Bashkimit Evropian ra gradualisht nga 99 pikë në janar në 93.5 pikë në prill, ndërsa eurozona ndoqi një trajektore të ngjashme, duke zbritur në 93 pikë. Kjo suri reflekton një klimë të rezervuar në të gjithë Europën e ndikuar nga faktorë të ndryshëm ekonomik dhe gjeopolitik, si për shembull lufta në lindjen e mesme që ka ngritur çmimet në disa vende. Nëse shihen ekstremet e treguesit për muajin prill, Malta kryeson me 107 pikë, e ndjekur nga Greqia dhe Kroacia, duke dëshmuar nivele të larta optimizmi ekonomik. Nga ana tjetër, Belgjika, Austria dhe Gjermania regjistrojnë nivele më të ulta, duke reflektuar një klimë të përmbajtur në këto ekonomi. Në tërësi, të dhënat tregojnë se Shqipëria po lëviz me të njëjtin linjë me zhvillimet rajonale dhe europiane, duke ruajtur një ekuilibër mes optimizmit dhe kujdesit në pritshmëritë ekonomike. Euro vijon rënje ndaj lekut dhe ka prekur nivelet më të ulta historike, duke bërë që ata që mbajnë kursime në euro të humbasin në këmbim, ndërsa ata që blejnë euro të përfitojnë më shumë. Forcimi i lekut ndihmon importuesit, ul kostën e borxhit publik dhe inflacionin, por dëmton eksportuesit dhe qytetarët me të ardhura në euro. Kursi i këmbimit vijon të jetë në favor të lekut, ndërsa euro ka prekur fundin, që prej fillimit të vitit e deri më tani, moneda evropiane vetëm sa është ulur në raport me lekun. Të gjithë ata që zotërojnë euro dhe për arsye të ndryshme duhet i konvertojnë në lek, do të humbasin. Pasi nëse më parë për 1 euro merrjen 120 lek, tashmë 1 euro kompet me 95 lek. Ndërsa ata që duan të konvertojnë lekun me euro përfitojnë më shumë sepse për 95 lek do të marrin 1 euro. E thënë me fjalë të tjera, për persona që i kanë të ardhurat e tyre në euro e domosdoshmërisht edhe shpenzimet në lek, pasi jetojnë në Shqipëri, ky kurs këmbimi nuk është as pak në favor. Kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë tregon se vija e kuqe prej 100 lekësh që ishte dikur, është thyer prej kohësh dhe vështirë se do të arrihet më. Më 24 prill euro do të arrinte nivelin më të ulët ndonjëherë, duke u kombyer për herë të parë me vetëm 95.50 lek. Pavarësisht se duke nisur nga marsi ka pasur luhatje të këmbimit të euros herë me 96 lek dhe herë me 95 lek, që prej datës 1 prill euro ka ngelur në nivelin e 95 lekëve. Banka e Shqipërisë ka vijuar të kryejë ndërhyrje në tregun valutor përmes ankandeve për blerjen e valutës. Për efekt sa të stabilizimit të kursit të këmbimit dhe sa të rritjes së rezervës valutore, Banka Jonë Qendrore bleu rreth 1 miliard e 27 milion euro gjatë 2025-s. Aktorët që humbasin janë tashmë të njohur, bizneset eksportuese, si ato në industrinë fason apo bujqësi, që shpesh kanë ngritur zërin për pasojat që po sjell kursi i këmbimit në aktivitetin e tyre. Këto biznesa fitojnë të ardhurar në euro nga prodhimi që dërgojnë për eksport, por shpenzimet i kanë në lek. Megjithatë, Banka e Shqipërisë e përdor forcimin e lekut si një nga mjetet për të mbajtur nën kontroll inflacionin. Importuesit, ata që blejnë mallra jashtë vendit, gjithashtu përfitojnë, pasi u duan më pak lek për të blerë të njëjtën sasi malli në euro. Nga ana tjetër, kur leku forcohet, kosto për të shlyer borxhin publik, shumica e të cilit është në monedë të huaj, ulet duke përmirësuar bilancin e shtetit. Edhe ata që kanë marrë një kredi në euro përfitojnë. Kredieri për biznesin u rrit në muajin mars duke arritur në rreth 27.2 miliard lek. Peshën kryesore të huamarrjes e mbajti sektori i tregtisë, ndërsa rritje të fortë shënuan edhe energjia, akomodimi dhe shërbimet.
Kredia e re për biznesin ka vijuar rritjen edhe në muajin mars 2026 duke konfirmuar se korporatat mbeten një nga shtysat kryesore të zgjerimit të huadhënies në ekonomi. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, huaja e re për korporatat jo financiare private arriti në 27.24 miliard lekë në mars, nga 25.5 miliard lekë në të njëjtin muaj të vitit kaluar, ose 6.9% më shumë. Peshën më të madhe në huamarrjen e re ka mbajtur tregtia me shumicë dhe pakicë, përfshirë riparimin e automjeteve, e cila ka tërhequr 10.3 miliard lekë kredi gjatë muajit mars. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ky sektor ka shënuar rritje me 48.5%, duke mbetur segmenti kryesor i financimit për biznesin. Rritje shumë të fortë ka shënuar edhe sektori i energjisë elektrike, furnizimi me gaz dhe avull, ku kredia e re arriti në 2.8 miliard lekë, ose 354% më shumë në terma vjetor. Ecuri pozitive ka shfaqur gjithashtu akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 2.17 miliard lekë me rritje 92.2%, si dhe informacioni dhe komunikacioni, i cili u zgjerua me 116%. Zgjerim të ndjeshëm kanë shfaqur e disa sektor të shërbimeve. Aktivitetet e pasurive të paluajshme arritën në rreth 1 miliard lekë me një rritje prej 63.7% në mars, ndërsa shërbimet administrative dhe mbështetëse u rritën me 123%. Po ashtu aktivitetet profesionale, shkencore teknike u zgjeruan me 230%, ndërsa aktivitetet tjera të shërbimit u zgjeruan me 66.6%. Në kaun tjetër, një pjesë e degëve të ekonomisë kanë shfaqur kurrje të fortë të financimit. Industria përpunuese, që mbetet një sektor i rëndësishëm për ekonominë, regjistroi rënje me 35.6%, duke zbritur në 3.43 miliard lekë. Kurrje shumë të fortë shënoi edhe transporti dhe magazinimi me 88.1% më pak kredi të reja krahasuar me marsin e vitit kaluar. Rënje të ndjeshme pati edhe në industrinë nxjerrëse me 96.7%, si dhe në aktivitetet financiare dhe të sigurimit që u tkurrën me 67.5%. Banka tregtare ristrukturuan rreth 4 miliard lekë kredi në gjysmën e dytë të vitit, niveli më i lartë që për vitin 2021, kryesisht për biznese dhe duke zgjatur afatet e shlyerjes për të lehtësuar barrën financiare. Ndërkohë, fshirja e kredive të humbura vazhdoi, por me ritëm më të ulët. Banka tregtare kanë ristrukturuar një numër rekord kredish gjatë gjysmës së dytë të vitit të kaluar. Sipas raportit të stabilitetit financiar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, fluksi kredisë ristrukturuar për këtë periudhë është më i lartë që prej vitit 2021. Rreth 4 miliard lekë ose 2% e fluksit të kredisë së re të periudhës, dhe sa 12% e stokut të kredive me probleme u ristrukturuan, pra u ndryshuan kushtet e kredisë me qëllim që individi apo biznesi ta kishte më të lehtë shlyerjen. Banka tregtare mund ta ristrukturojë një kredi për të lehtësuar barrën e madhe që mund të ketë një kredimarrës. Pra banka i ofron kredimarrësve disa lehtësi për shkak të vështirësive financiare që mund të hasin gjatë procesit të shlyerjes. Këto lehtësira përfshin ndryshime në terma dhe kushtet e kredisë, si për shembull ndryshimin e produktit dhe kapitalizimin e interesit, afatin deri në maturim dhe normën e interesit, ekzekutimin e kolateralit ose aktiveve të tjera për pagesën e pjesëshme të kredisë, zëvendësimin e huamarrësit origjinal ose përfshirjen e një huamarrësi shtesë. Kredit në lekë dhe valutë të bizneseve ishin ato që u ristrukturuan më së tepërmi. Të dhënat tregojnë se forma kryesore e ristrukturimit e kërkuar nga klientët dhe miratuar nga bankat ishte zgjatja e afatit të maturimit. Po përsa i përket fshirjes së kredive të humbura, largimet nga bilanci të kredive të humbura kanë vijuar, por më pak se më parë. Vlera e kredive të humbura të fshira nga bilancet ishte rreth 2 miliard lekë në gjysmën e dytë të vitit. Gjatë 2025-s u fshinin rreth 7 miliard lekë kredi të humbura. 85% e këtij vëllimi lidhet me kredi të marra nga bizneset. Vlera e kredive të fshira në periudhën e fundit ishte sa 4.2% e të pritës së përgjithshme të kredive me probleme në portofolin e bankave, nga rreth 15% që ishte në 6 muajin e parë të 2025-s. Kur një individ apo biznes nuk paguan këstet e kredisë për një periudhë të gjatë kohore, banka vendos që t'i fshin nga bilanci i saj ose t'i shes te palë të treta, me qëllim që të ulë raportin e kredive me probleme. Pavarësisht kësaj, individi ose biznesi do të vijojë të mbetet debitor, mund t'i kërkojnë pagesat e kredisë nga pala tjetër, ose do e ketë të pamundur të marrë një kredi të re. Depozitat bankare në qarkun e Tiranës kanë arritur për herë të parë në 1 trilion lekë, duke përqendruar 54% të kushtimeve totale në vend dhe duke thelluar domenimin e kryeqytetit. Ndërkohë, shumica e qarqeve të tjera kanë pësuar rënje të kushtimeve me Lezhën dhe Vlorën që shënojnë kurrjet më të mëdha.
Shuma e kursimeve të mbajtura nga qytetarët, bizneset, qeveria qendrore dhe ajo vendore, vetë bankat, kompanitë e sigurimit dhe fondet e pensionit, shoqëritë e kursim krediti dhe korporatat të tjera, ka arritur për herë të parë në 1 trilion lek në qarkun e Tiranës. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se vlera e depozitave në tremujorin e parë të 2026-s është rritur me 12% në krahasim me tremujorin paraardhës dhe 19% në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Kjo shifër konfirmon edhe një herë Tiranën në krye përsa i përket parave të kyçura në bank me qëllim kursimi, dhe kjo për shkak se në kryeqytet ushtrojnë aktivitetin pjesa më e madhe e bizneseve, ndërsa është përqendruar edhe shumica e popullsisë. Në tremujorin e parë të vitit Tirana si të rezultojnë të vetmit me shtim të depozitave, ndërsa qytetarët dhe bizneset nga qarqet e tjera të vendit nuk poruajnë më para në bank si më parë, sinjal ky një rritje të mundshme të konsumit. Pavarësisht rënies së depozitave në qarqet e tjera, cilat janë ato që konkurrojnë më tepër kryeqytetin, Tirana mbar gjysmën e depozitave totale në rang vendi, rreth 54%, ndjekur nga Durrësi me thuajse 7% dhe Vlora me 5%. Ndërkohë qarqet me vlerën më të vogël të kursimeve në bank vijojnë të jenë Lezhë dhe Korça. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 31 milion lekë rezulton të jetë shuma totale e depozitave në qarkun e Lezhës dhe 62 milion në atë të Korçës. Gjithashtu, Lezhë ka pasur rënien më të madhe të depozitave nga trimujori i fundit të 2025-s në trimujorin e parë të 2026-s, rreth 12% dhe Vlora po ashtu me 10%. Ky paksim i kursimeve vjen si në depozitat e ngurta në valutë ashtu dhe tek ato në lek. Disbalanca është e qartë, kryeqyteti po mbledh gjithnjë më shumë para në bank, ndërsa kursimet në qarqet e tjera të vendit rezultojnë të kenë marrë të pjetën për poshtë. Në tremujorin e parë të vitit 2026, transporti ajror në Shqipëri u rrit duke pasur 2.1 milion pasagjerë ose 3.8% më shumë dhe 571 tonë mallra, edhe pse numri i fluturimeve pësoi rënje. Sipas Instat, në hapësirën ajrore shqiptare kanë operuar 21 kompani ajrore të huaja, ndërsa janë regjistruar rreth 74.000 fluturime. Në tremujorin e parë të vitit 2026, transporti ajror në Shqipëri ka shënuar zhvillime interesante, duke reflektuar një rritje të qëndrueshme të kërkesës për udhëtime dhe tregti, pavarësisht disa luhatjeve në numrin e fluturimeve. Sipas të dhënave më të fundit nga Instat, në hapësirën ajrore shqiptare kanë operuar plot 21 kompani ajrore të huaja, ndërsa janë regjistruar rreth 74.000 fluturime. Nga këto, një pjesë dërmuese rreth 82.6% përbëhet nga mbikalimet, çka tregon rëndësinë e rritjes të Shqipërisë si një korridor ajror në rajon. Nga ana tjetër, trafiku i pasagerëve ka shënuar rritje të dukshme. Gjatë 3 muajve të parë të vitit kanë udhëtuar gjithsej 2.1 milion pasagerë ose 3.8% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ku numri total ishte afërsisht 2 milion. Interesant është fakti se kjo rritje vjen në një kohë kur numri i fluturimeve ka pësuar rënje, duke sugjeruar një rritje të kapaciteteve të avionëve ose një optimizim më të mirë të linjave ajrore. Edhe transporti i mallrave me rrugë ajrore ka njohur zhvillime pozitive. Volumi total i mallrave përfshir postën arriti në 571 ton, ku 74.2% përbëhet nga importe dhe 25.8% nga eksporte. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky volum është rritur me 3.8%. Ndërkohë vetëm tregtia ajrore arriti në 439 ton, duke shënuar një rritje më të ndjeshme prej 10.8% në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025. Megjithatë, pesha e mallrave të importuara me ajër mbetet minimale, duke zënë vetëm 0.02% të totalit të importeve të vendit. Sipas të dhënave nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, destinacionet më të frekuentuara nga pasagerët shqiptar gjatë kësaj periudhe kanë qenë qytete të mëdha europiane si Milano, Londra, Roma, Pisa dhe Bologna, destinacione të cilat prej kohësh kanë pasur numër të lartë vizitorësh shqiptar. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, në portet shqiptare janë transportuar rreth 2.28 milion tonë mallra dhe 154.000 pasagerë. Këto shifra konfirmojnë rolin e transportit detar si një nga shtyllat kryesore të lëvizjes së mallrave, por dhe njerëzve në vend. Transporti detar në Shqipëri vijon të mbetet një nga hallkat kryesore të lëvizjes së mallrave dhe pasagerëve, me portin e Durrësit që ruan dominimin e tij të qartë në fillim të vitit 2026. Sipas të dhënave më të fundit të Instat, gjatë tremujorit të parë të vitit aktual në portet shqiptare janë transportuar gjithsej rreth 2.28 milion tonë mallra, ndërsa numri i pasagerëve që kanë udhëtuar manie ka arritur në 154.000 persona, duke konfirmuar rolin e transportit detar si korridor kryesor për furnizimin dhe lëvizjen në vend.
Në krye të listës qëndron sërish porti i Durrësit, i cili vijon të mbetet porta kryesore detare e vendit. Nga ky port janë transportuar rreth 2.17 milion ton mallra, që përfaqësojnë 95.2% të volumit total të mallrave në rang kombëtar. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ky port ka shënuar një rritje të ndjeshme prej 39.8%, duke treguar një intensifikim të aktivitetit tregtar dhe industrial. Nga ana tjetër, portet e tjera vijojnë të mbajnë një peshë dukshëm më të ulët në transportin e mallrave. Porti i Vlorës ndërkohë ka përpunuar rreth 62.000 ton mallra, ndërsa porti i Shëngjinit ka regjistruar 40.000 ton. Në fund të listës renditet porti i Sarandës me vetëm 7.000 ton mallra gjatë 3 mujorit të parë të vitit. Ndërkohë edhe në transportin e pasagjerëve, dominimi i Durrësit mbetet i dukshëm. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, nga portet shqiptare kanë udhëtuar 154.000 pasagjerë, ku 77.5% e tyre kanë kaluar përmes portit të Durrësit. Pas tij renditet porti i Sarandës, i cili ka përpunuar 14.4% të pasagjerëve, ndërsa porti i Vlorës ka regjistruar 8.1% të totalit. Sa i përket strukturës së mallrave të transportuara, pjesën më të madhe zën metale të bazë dhe produktet metalike, të cilat përbëjnë 17.6% të totalit të mallrave të transportuara me det. Pas tyre renditen koks dhe produktet e rafinuara të naftës me 14.3%, si dhe qymyri, nafta bruto dhe gazi natyror me 12.7%, duke reflektuar rëndësinë e sektorëve industrial dhe energjetik në tregtinë detare. Në 3 mujorin e parë të vitit 2026, në Shqipëri qarkulluan mbi 1 milion mjete, me një rritje prej 9.3%, krahasuar me një vit më parë dhe me dominim të autoveturave. Tirana kryesot, si në totalin e mjeteve ashtu edhe në regjistrimet e reja, ndërsa Volkswagen dhe Mercedes-Benz mbeten markat më të preferuara. Numri mjeteve rrugore në Shqipëri vijon të rritet me ritme të qëndrueshme, duke kaluar shifrën për 1 milion në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Sipas të dhënave zyrtare, në total janë regjistruar rreth 1.068.000 mjete në qarkullim, një rritje me 9.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, çka reflekton zhërimin e flotës automobilistike dhe rritjen e përdorimit të transportit individual në vend. Struktura e mjeteve mbetet e dominuar nga autoveturat, të cilat përbëjnë 80.7% të totalit, duke konfirmuar varësinë e lartë të qytetarëve nga makinat personale. Motorët zën 6.2%, ndërsa automjetet për transport të përzier përfaqësojnë 5.8%, duke treguar një diversifikim të moderuar të mjeteve në qarkullim. Shpërndarja gjeografike vijon të jetë e përqendruar kryesisht në zonat urbane dhe ekonomike. Tirana mban peshën më të madhe me 34.7% të mjeteve në rang vendi, duke reflektuar dëndësinë e lartë të popullsisë dhe aktivitetin ekonomik. Durrësi renditet i dyti me 13.6%, ndërsa qarqet si Gjirokastra dhe Kuksi mbeten në fund të listës me përkatësisht 2.1 dhe 2.4% të totalit. Ndërkohë tregu i mjeteve të reja vijon të jetë aktiv. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit janë regjistruar për herë të parë gati mbi 22.000 mjete, me një rritje prej 8.7% në krahasim me një vit më parë. Edhe në këtë drejtim, Tirana udhëheq bindshëm me 42.3% të regjistrimeve të reja, duke treguar një përqendrim të kërkesës në kryeqytet. Sa i përket preferencave të konsumatorëve, marka gjermane vijojnë të dominojnë tregun shqiptar. Volkswagen kryeson me 16% të mjeteve të regjistruara për herë të parë, i ndjekur nga Mercedes-Benz me 15.2%. Në listën e markave të preferuara renditen gjithashtu Audi, Byt dhe Hyundai, duke reflektuar një kombinim mes markave tradicionale europiane dhe alternative më të reja në treg. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik projekt vendimin për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve inerte. Referuar dokumentet, synov të sigurohet që çdo dërgesë mbetjesh të kryhet në përputhje me standardet mjedisore dhe kërkesat ligjore në fuqi, duke garantuar trajtim të sigurt dhe të qëndrueshëm gjatë gjithë ciklit të transportit dhe përpunimit të tyre. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik projekt vendimin për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve inerte. Në këtë projekt vendim përcaktohen procedurat administrative dhe regjimin e kontrollit për dërgesat e mbetjeve në varësi të origjinës, destinacionit dhe itinerarit të transportit, llojit të mbetjeve si dhe mënyrës së trajtimit të tyre në destinacionin përfundimtar, duke siguruar një qasje të integruar dhe të kontrolluar në menaxhimin ndërkufitar të tyre.
Referuar dokumentit, në këtë kuadër synohet të sigurohet që çdo dërgesë mbetjesh të kryhet në përputhje me standardet mjedisore dhe kërkesat ligjore në fuqi, duke garantuar trajtim të sigurt dhe të qëndrueshëm gjatë gjithë ciklit të transportit dhe përpunimit të tyre. Në draftin e publikuar përcaktohen rregulla të qarta për procedurat e njoftimit paraprak, miratimit dhe kontrollit të dërgesave të mbetjeve, duke forcuar mekanizmat e mbikëqyrjes administrative dhe duke garantuar gjurmëshmërinë e plotë të mbetjeve. Ndër përparësitë kryesore të projekt vendimit evidentohet rritja e nivelit të kontrollit mbi eksportin dhe tranzitin e mbetjeve, reduktimi i rrezikut të dërgesave të palishme, si dhe garantimi i trajtimit të mbetjeve në përputhje me standardet e mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njerëzit. Vendosja e mekanizmave të auditimit dhe krijimi i regjistrave elektronik për monitorimin e dërgesave përbën një element rëndësishëm për rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë së subjekteve të përfshira. Sipas dokumentit, qëllimi kryesor i këtij projektakti është krijimi i një sistemi të strukturuar mirë për procedurat e njoftimit dhe pëlqimit paraprak, si dhe kërkesat e përgjithshme të informacionit. Zbatimi i dispozitave të këtij akti do të kontribuojë drejt për drejt në mbrojtjen e burimeve natyrore dhe uljen e rrezikeve nga mbetjet e rrezikshme, duke siguruar një dallim të qartë midis mbetjeve të listës së gjelbër dhe atyre që kërkojnë procedura njoftimi. Për më tepër ai përcakton dalime të rrepta për eksportin e mbetjeve për asgjësim. Nga ana tjetër, sa i përket hyrjes në fuqi, është parashikuar në qershor 2027 në mënyrë që të garantohet një periudhë e mjaftueshme tranzicioni dhe njohje e detyrimeve të institucioneve dhe të subjekteve të përfshirë në zbatimin e tij. Kjo periudhë synon të mundësoj përshtatjen graduale të procedurave administrative, organizative dhe teknike me kërkesat e reja rregullatore, si dhe ndërtimin dhe konsolidimin e kapaciteteve të nevojshme për zbatimin efektiv të tyre. Gjithashtu lidhet edhe me nevojën për zhvillimin, testimin dhe operimin e plotë të integrimit me sistemin SIM, pra sistemin e integruar mjedisor, duke siguruar shkëmbim të saktë, të sigurt dhe të gjurmueshëm të të dhënave. Qeveria e Serbisë ka vendosur të lirojë sasi shtesë të naftës nga rezervat dhe të zgjasë më tej ndalimin e eksporteve të karburantit për të mbrojtur tregun nga rritja e vazhdueshme e çmimeve. Gjatë 4 viteve të fundit, rezervat e detyrueshme të naftës dhe nën produkteve të saj u rritën në 55 ditë të konsumit mesatar ditor nga 31 ditë më parë. Qeveria e Serbisë ka vendosur të lirojë sasi shtesë të naftës nga rezervat dhe të zgjasë më tej ndalimin e eksporteve të karburantit për të mbrojtur tregun nga rritja vazhdueshme e çmimeve shkaktuar nga konflikti në lindjen e mesme. Qeveria do të lirojë 30.000 ton naftë nga rezervat, duke çuar totalin që nga shpërthimi i luftës në Iran në 65.000 ton, ndërsa ndalimi i eksporteve të karburantit është zgjatur deri në fund të qershorit. Situata në tregun global të naftës është gjithnjë më komplekse dhe sfiduese dhe nuk ka asnjë treguese sa do të zgjasin shqetësimet, gjë që krijon presion ekonominë serbe, tha ministri i energjisë. Ne jemi përgjigjur këtyre sfidave dhe i kemi mbrojtur me sukses qytetarët dhe ekonominë tonë nga rritja e papritur e çmimeve të karburantit për 2 muaj, edhe pse masat që po miratojmë nuk janë të lehta për shtetin, pasi ato ulin ndjeshëm të ardhurat buxhetore dhe rrisin shpenzimet, deklaroi Dubravka Xhexhović Handanović, duke kujtuar se qeveria uli edhe akcizën e karburantit me një total prej 25%. Gjatë 4 viteve të fundit, rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të saj u rritën në 55 ditë të konsumit mesatar ditor nga 31 ditë më parë. Në Serbi, qeveria ka vendosur çmimet maksimale me pakisë të karburantit çdo javë që nga viti 2022. Për periudhën 24 deri 30 prill, çmimi maksimal me pakisë për naftën ishte vendosur në 219 dinar ose 1.86 euro për litër, 2 dinar më shumë se java e kaluar, ndërsa për benzinën është 191 dinar për litër, i pandryshuar nga periudha më parshme. Sipas ministres, rafineria e vetme e Serbisë Nis, e kontrolluar nga Rusia dhe e sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara, ka rritur importin e naftës bruto si dhe prodhimin e nënprodukteve të saj në rafinerinë e Pančevës me kapacitet 4.8 milion tonë në vit për shkak të ndërprerjeve globale. Më herët këtë muaj, Departamenti Thesarit Amerikan hoqi dorë nga sanksionet për Nis për një periudhë 2 mujore, duke i lejuar kompanisë të vazhdojë të operojë deri më 16 qershor.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres parlemroi për pasoja shkatëruese të ndërprerjeve të zgjatura në ngushticën e Hormuzit. Guterres apeloi për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe u bëri thirrje të gjithë palëve të përmbahen nga veprimet që mund të minojnë armëpushimin aktual. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi për pasoja shkatëruese të ndërprerjeve të zgjatura në ngushticën e Hormuzit. Në një konferencë për mediat, Guterres ofroi 3 skenar. Në skenarin më të keq, ku ngushtica do të mbetej e mbyllur deri në fund të vitit, inflacioni global do të kalonte 6% dhe rritja ekonomike do të binte në 2%. Guterres paralajmëroi se vuajtjet e jashtëzakonshme po kaplojnë, veçanërisht midis popullatave më të cënueshme në botë, duke shtuar se bota përballet me spektrin e një recesioni global me ndikimet dramatike të njerëzit në ekonomi dhe në stabilitetin politik dhe shoqëror. Guterres tha se këto pasoja nuk janë kumulative, por eksponenciale. Sa më gjatë mbetet e bllokuar kjo arterie jetësore, aq më e vështirë do të jetë të përmbyset dëmi dhe aq më lart do të jetë kostoja për njerëzimin. Edhe në skenarin më të mirë, kur kufizimet mund të hiqen sot, zinxhiret e furnizimit do të duhen muaj për të rikuperuar, duke zgjatur prodhimin më të ulët ekonomik dhe çmimet më të larta, paralajmëroi ai. Rritja ekonomike globale e këtij viti do të bjerë nga 3.4 në 3.1%. Inflacioni global, i cili kishte qenë në rënje, do të rritet nga 3.8 në 4.4% dhe rritja e tregtisë globale të mallrave do të tkurret nga 4.7% vitin e kaluar në afërsisht 2%, me disa ndërprerje domethënëse të zinxhirit të furnizimit, shtoi Guterres. Në një skenar të dytë, ku mbyllja e Hormuzit zgjat deri në mesin e vitit, rritja ekonomike globale do të binte në 2.5%, inflacioni do të rritej në 5.4%, rreth 32 milion njerëz të tjerë do të shtyheshin në varfëri dhe 45 milion do të përballeshin me uri ekstreme, tha ai. Ndërsa kriza në lindjen e mesme po hyn në muajin e tretë, pasojat përkeqësohen në mënyrë dramatike me çdo orë që kalon, pavarësisht një armëpushimi të brisht midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Guterres bëri thirrje për hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe apeloi të gjitha palëve të përmbahen nga veprimet që mund të minojnë armëpushimin aktual. Qeveria italiane ka miratuar planin e strehimit si dhe vendimin që rinovon uljen e akcizës për karburantet. Qëllimi i planit të strehimit me vlerë deri 10 miliard euro është ndërtimi i 100.000 njësi banesar sociale dhe të përballueshme për gjatë 10 viteve të ardhshme. Qeveria italiane ka miratuar planin e strehimit se dhe vendimin që rinovon uljen e akcizës për karburantet. Ulja pritet të zgjatet për 21 ditë, e pandryshuar për naftën në 20 cent për litër dhe reduktuar në 5 cent për litër për benzinën. Plani i strehimit është ambicioz dhe jemi të bindur se mund të gjenerojë fitime në shkallë të gjerë, tha kryeministja Giorgia Meloni. Qëllimi është të bëjmë të disponueshme 100.000 njësi banesash sociale dhe të përballueshme gjatë 10 viteve të ardhshme. Plani do të kushtoj deri në 10 miliardë euro dhe do të plotësohet nga investimet private, shtoi Meloni. Shtylla e dytë e planit të strehimit, shpjegoi ajo, është një paketë thjeshtësimesh dhe një përqendrim i burimeve për strehimin social dhe emergjencën e strehimit në një instrument të vetëm. Kjo përfshin mbi 3.6 miliardë euro burime që duam të përmirësojmë. Departamentet specifike për rajone individuale do të krijohen brenda fondit për të siguruar që burimet të ndahen ato zona. Me planin e strehimit, vazhdoi kryeministra, ne po shqyrtojmë edhe investimet private. Ajo që parashikuam është mjaft e thjeshtë. Shteti do të sigurojë që investitorët privat mund të thjeshtojnë procedurat burokratike, siç është emërimi i një komisioneri të posaçëm për investimet, të cilat i kalojnë 1 miliard euro, dhe ky komisioner do të lëshojë një autorizim të vetëm. Por në këmbim, investitori privat do të duhet të garantojë që nga çdo 100 njësi që ndërtojnë, të paktën 70 do të jenë strehim social. Ne besojmë në një çmim shitje ose qiraje të zbritur me të paktën 33% krahasuar me çmimin e tregut. Pas kësaj, shtoi ajo, presojmë të bëjmë edhe më mirë. Gjithashtu qeveria po shqyrton dekretin legjislativ për pagat e barabarta për burrat dhe gratë, i cili është në pritje të miratimit përfundimtar, si dhe një dekret legjislativ për të promovuar sektorin e hortikulturës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.